Ayatullah Sheikh Asif Musini. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Atij i takon përherë lavdërimi. Së pari, ai që thot se Allahu është një i vetëm e i pashoq, beson në mesazhin e zotërisë tonë, Muhammed Mustafa, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ai është vula e profetëve dhe i të dërguarve dhe beson në ditën e Kiametit, është musliman. Së dyti, agresiviteti ndaj shpirtrave të gjithë muslimanëve, pasurisë së tyre dhe ndereve të tyre absolutisht është haram i ndaluar. Së treti, muslimani është vëllai i muslimanit. Është detyrë e çdo muslimani që të mbrojë vllazërinë, të përhap islamin dhe tolerancën në çështjet e papajtueshme. Së katërti, mbjellja e mosmarrveshjeve mes ndjekësve të medhebeve të ndryshme islame konsiderohet tradhti ndaj fesë islame.